Kush na e mbuloi qendresën? Zëri i një kombi që po humb veten. Në një nga ato rrëfime që të shkundin, një profesor nga Peja i drejtohet vajzës së tij me një letër publike, një vajzë e ndershme, e arsimuar, e rritur me frymën dhe dashurinë për atë dheun, por që sot, sipas fjalëve të tij, nuk është më e tij. Sepse nuk e mbuloi vetë, por ja mbuluan. Kjo letër nuk është thjesht një mesazh për një vajzë. Kjo është një alarm siren për gjithë shoqërinë shqiptare, që po e sheh me indiferencë një realitet të hidhur, zëvendësimin e vlerave tona autoktone me modele të huaja që s'kan lidhje me rrënjët tona. Dhe më tragjikja, kjo po ndodh me bekimin e heshtur të vetë shqiptarëve. Kush jemi ne, shqiptarët? Ne jemi pasardhësit e ilirëve, dardanëve, të një qytetërimi që kishte kulte, doke, zakone dhe një ndjenjë krenarie të rrallë. Ne jemi populli që mbjetoi pushtime pa fund, që nuk u shua nga perandoria romake, që nuk u shkatërrua nga otomanët, që ruajti gjuhën e vet edhe kur u ndalua, që fshinte abetaren poshtë bluzës dhe mbante flamurin në errësirë. Ne jemi bijtë e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, simbolit më të lartë të qendresës kundër një perandorie që për 5 shekuj na deshi të shlyer nga harta dhe historia. Dhe ai popull që u ngrit me armë në dorë për të mos u bërë turk, sot po i hap derën vetë një mentaliteti të huaj, që nuk është as shpirtëror, as fetar, por politik, ideologjik dhe i rrezikshëm. Nuk është fjala për Shami. Është fjala për simbolikën. Kur një vajzë shqiptare mbulohet sot jo si akt i besimit personal, por si rezultat i trysnisë sociale dhe frymës që i vjen nga qarqe radikale, atëherë kemi problem. Kur një baba që e ka rritur me kulturën e shqiptarëve të vjetër, me dijet e ilirisë, me krenarinë e një kombi europian, ndjen se ja kanë marrë vajzën, atëherë kemi alarm kombëtar. Shqiptarët nuk janë dhe kur s'kan qenë arab. As turq. As osman. Shqiptarët ishin kristian shumë kohë para se Roma të bëhej qendër e botës perëndimore. Vet apostulli Pjetër shkeli në Ilirik, sipas dokumenteve të hershme, për të predikuar ungjillin. Populli ynë i lash nuk u kthye nga dhuna, por nga vullneti, dhe më pas, me ardhjen e osmanëve, u përball me dhunë, tatime, detyrim dhe ndëshkim për të braktisur identitetin e vet. Sot, pas një shekulli liri, kemi zgjedhur vetë të bëhemi sklever. Ironia është tragjike. Ndërsa brezat e mëparshëm vdiqën për të ruajtur shqipen, zakonet, besën dhe lirin, ne sot i flijojmë vetë fëmijët tanë në altarët e një feje që për shumë kënd nuk është më besim, por mjet për të ndarë. Për të përçarë dhe për të përçarë nga rënja. Ajo fe që gjatë 5 shekujve pushtim Osman nuk erdhi si dritë, por si kamxhik, si jeniçer, si harxhi lufte. Dhe sot, në vend që të nderojmë fenë e të parëve tanë, në vend që të ruajmë trashëgimin shpirtërore dhe kulturore të shqiptarëve të vërtet, lavdërojmë pushtuesin, imitojmë zakonet e tij, veshim simbolet e tij dhe shajmë të vërtetën tonë. Kujt i shërben ky shndërrim kulturor? Kush përfiton nga një Kosovë që mbulohet? Nga një Shqipëri që imiton lindjen e mesme? Kush i do shqiptarët pa rënjë, pa histori, pa krenari? Një popull që haron vetveten është popull i përgatitur për t'u sunduar. Dhe kjo po ndodh. Po na e zhdukin shqiptarin, dhe më tragjike se çdo pushtim është kur pushtimi bëhet me dëshirën tonë. Sot i lexon komentet ndaj një burri që flet për të bien me dhimbje, dhe sheh tallje, fyerje, për çmim. Jo për një burr që përndoqi një vajzë, por për një burr që kërkoi të ruajë identitetin shqiptar. Sepse për disa, të thuash që je shqiptar dhe krenar për rrënjët tua, është fyese. Sepse për disa, më i afërt është Arabia se sa Arbëria. Mesazhi i fundit, zgjohuni. Kjo nuk është çështje feje. Ky është identitet kombëtar në rrezik. Të mbulosh një vajzë nuk është krim. Por kur ajo mbulesë bëhet simbol i dorëzimit, i ndryshimit të identitetit, i nënshtrimit ndaj një mentaliteti të huaj që ka për qëllim të përmbys vlerat e tua, atëherë jemi përballë një pushtimi të ri, pa armë, por me ideologji, pa tanke. Por me trushplarje, pa kolon ushtarake, por me kolon komentuesish. Qendresën e quajti vajzën e vet ai burr. Dhe ata që e mbuluan nuk e kuptuan që nuk mbuluan vetëm flokët e një vajze, por simbolikisht tentuan të mbulojnë të gjithë qendresën shqiptare. Mos lejoni që këtë herë pushtimi të ndodh pa rezistencë. Mos lejoni që Arbëria të zëvendësohet nga Arabia. Mos lejoni që qendresa të mbulohet në heshtje. Sepse nesër nuk do ta njihni më as veten në pasqyrë.